Kryeministri Edi Rama u takua këtë të mërkurë në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Në një deklaratë të përbashkët për mediat, Rutte vlerësoi kontributin e vendit tonë në aleancë dhe theksoi se Shqipëria këtë vit do të arrijë nivelin 2% të shpenzimeve për mbrojtjen. It is a real honor to have my close friend Edi Rama visiting. Është një nder i madh të kem këtu mikun tim të ngushtë, Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë. Shqipëria është një aleat i fortë. Shqipëria këtë vit do të arrijë nivelin 2% të shpenzimeve për mbrojtjen, që është një angazhim i madh. Shqipëria po zhvillon industrinë e saj të mbrojtjes, përfshirë edhe përmes ndërmarrjes shtetërore, çka është e rëndësishme sepse na duhet një bazë më e fortë industriale e mbrojtjes, më e fortë në të gjithë NATO-n. Ju po ndihmoni shumë me Ukrainën. Për shembull, përmes komandës sonë në Eastbaden, ku kemi një mision shqiptar, por edhe përmes trajnimit gjuhësor për pilotët e avionëve luftarak dhe për teknikët. Rutte nënvizoi rolin e drejtë të Shqipërisë në Ukrainë dhe Kosovë. So you're doing a lot when it comes to Ukraine. Ju po bëni shumë sa i përket ndihmës për Ukrainën. Dhe jashtë Shqipërisë ju jeni pjesë e forcave toksore në Letoni dhe Bullgari. Jeni aktiv në Kosovë përmes KFOR-it. Po bëni shumë më tepër madhësisë tuaj. Në fakt, ju jeni mjaft i gjatë. Por megjithatë Shqipëria nuk është aleati më i madh, por po bën shumë. Dhe prandaj, unë dua sinqerisht ju falenderoj që jeni aleat kaq i fortë. Ne e dimë që NATO mund të mbështetet gjithmonë tek Shqipëria, dhe ju e dini që Shqipëria mund të mbështetet gjithmonë tek NATO. Nga ana e tij, shefi i qeverisë Edi Rama theksoi se Shqipëria është e vendosur të kontribuojë dhe më shumë në sigurinë e përbashkët euroatlantike. Është e kuptueshme që gjithmonë është një kënaqësi, jo vetëm falëmisi son të gjatë, por edhe për shkak të faktit të thjeshtë që gjithmonë ka diçka për të mësuar nga ju. Jemi këtu për të rikonfirmuar gjithçka që thatë dhe më shumë. Ne duam të bëjmë më shumë. Kreu i qeverisë foli edhe për një nga projekte strategjike më të rëndësishme që vendi synon të realizojë në bashkëpunim me NATO-n, ndërtimin e një porti të ri ushtarak në Porto Romano. Tashmë po rinisim rilindjen e industrisë sonë. Jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhet bërë për të bërë të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri, në Porto Romano. Dhe sigurisht jemi këtu edhe për të folur së bashku për mënyrat me të cilat mund të qasemi në programin SAFE të BE, i cili sa i takon sigurisë shkon përtej perimetrit të vendeve të BE-s dhe mund të jetë i dobishëm edhe për vendet e NATO-s në Europë. Rama shpreu edhe një herë vlerësimin për shefin e NATO-s Rutte, duke cilësuar si një lider energjik dhe partner të çmuar.